Shiko mbram edhe sot më kanë bërë disa telefonata nga Tirana, po dhe nga jashtë vendit, dhe më kanë shkruajt persona cilët kanë lidhje me oroshin e Mirditës. Dhe më kanë thënë Gjergj, çfarë po ngjet, pse artikulohet kaq shumë fshati Orosh. Dhe thotë fshati Orosh i Rrëshenjit, me një ngjarje që ka ndodhur në atë që quhet fshati Orosh në kryezi, pra është fshat që është emërtuar rreth vitit 1989 si fshat, por ka qenë lagje e fshatit kryezi në zonën e Fushatit, pra të Pukës. Pikërisht me ngjarjen e rëndë që ndodhi atje, ku Renea rrethoi fshatin për dy persona shumë të kërkuar dhe një prej tyre që kishte lidhje edhe me ISIS-in, kështu që u bën një operacion i madh, por mbi të gjitha ka qenë ky operacioni mediatik, sepse gjithë kohën u fol për Oroshin. Dhe në titull që kam parë, unë thuhet kështu që u vetë dorëzua Iksi, pra s'po i përmend me emra sepse i kanë dhënë kronikat, në Rrëshen. Nuk ka lidhje fare. Nuk është dorëzim në Rrëshen, sepse s'ka lidhje, nuk është Oroshi i Mirditës. Kështu që unë duhet të sqaroj diçka që ka lidhje me këtë fshat. Po nga ana tjetër vjen keq, sinqerisht vjen keq që një fshat i cili mund të flitet për të në historinë e vet, dhe unë lexova edhe u mundova të shoh në internet, të shoh pak histori pak më gjatë për të, por gjithë informacioni është i mbledhur kur ndodh një ngjarje e keqe. Dhe është shumë interesant domethënë kjo. Po ndodhi një vrasje, ku diun se gjëra që kanë lidhje me policinë, o burra, krejt media shkon anë dhe gjithë e bëjnë zi. Dhe nuk merren me thelbin, herë tjetër në thelb që mund të ketë një fshat. Dhe as më tepër në Google, të navigosh në Google, nuk e gjen historikun e atij fshati. Dhe kjo nuk është pa tolerueshme në historinë e rajoneve tona. Gjithsesi, unë që t'ju qetësoj ju që më keni shkruajtur, nuk bëhet fjalë për Oroshin e Mirditës. Pra është pjesë, ai vërtet këta para shumë vite, para shumë dekada, mbase mbi një shekull me radhë, ky fshat është ndërtuar me qeragjin. Pra që kanë shkuar dhe nga Oroshi. Është një zonë aty ku ka patur edhe musliman, pra ka edhe musliman, ka qenë një lagje, por një lagje e kryeziut, dhe që pasaj mori dhe emrin e Oroshit. Këto janë qeragjit, unë që kanë shkuar për të punuar. Me sa u informova unë, ka qenë një lagje hershëm me të kamër që merrshin argat. Dhe argat normal kanë funksionuar, siç është edhe pjesa e Urakës, me radhë. Uraka është formuar me argat në tokat e Zogut. Pastaj sot janë bërë kulla, janë bërë emra, kanë emra të përmendur, pra këto kulla. Gjë ka ndodhur edhe në këtë zonën e kryezir, pra me Oroshin që është atje. Dhe pas shumë vitesh, ky fshat është quajtur si fshat, por ka qenë lagje. Pra lagje me argat që kanë punuar në shtëpiat e zotnive të asaj, që e përmend dhe kanuni i Pukës. Kështu që t'ju qetësoj, nuk është mirë kur ndodh një ngjarje në çdo fshat, por që t'ju qetësoj dhe me gjë tjetër, ai fshat është boshatis. Edhe vitin e kaluar ka pas 4-5 familje që kanë qenë gjithë me plesh. E unë do t'ju sjell një kronik para një viti se kush kanë qenë atje. Në Bashkinë e Fusharzit, fshatrat po shkojnë drejt shpopullimit. Shtëpitë në të shembur janë dëshmi e jetës së dikurshme. Ne ndaluam në fshatin Orosh të Bashkisë Fusharës, ku kanë mbetur 4-5 familje me të moshuar, ndërsa nuk ka më shkollë, qendër shëndetësore apo shërbime të tjera. Një plesh, 2 plesh janë shaqe, 4 shaqe, e 2 shton, e 2 shaqe. Mu smunja, po s'pa dhe makinë nuk i qanë dhe vetë me shumë spital. Shpobullimi shihet me shqetësim nga Kisha Katolike. Frat Andreas Walterman në një intervistë për Report Televizion tha se janë ndërprerë shërbesat fetare në kishat e fshatrave Tuq e Flet, ndërkohë që ka dhe fshatrat të tjerë që po shkojnë drejt braktisjes së plot. Po ka, për shembull, në Tuq, në Flet, atje ka. Also disa. Unë friksoj se edhe në të ardhmen do të mbyllim edhe disa vende ku kemi meshën ose ku kemi takimet. Afër është Lumbazi, janë shumë pak njerëz akoma, kur kam filluar përpara 16 viteve këtu ishin 238 persona, tani janë 12 ose 11. Kjo situatë ka cënuar cilësinë e arsimit dhe të shërbimeve të tjera, çfarë bën të detyrueshëm largimin edhe të atyre pak të rinjve që kanë mbetur në fshatrat e Fusharzit. Normal, tani në shtëpiat e braktisura në gjithë Shqipërinë që ka, mund shkojnë edhe njerëz të mirë, shkojnë edhe turistë,
shkojnë dhe të huj, shkojnë dhe kriminel, është krejt normale, do me thënë, tani nuk do rrujmë tani të themi hale, por nuk është mirë kur ti në lokacion, dhe sidomos mediat nuk është mirë kur ti nuk i seron gjërat, që të hysh në thelb dhe ta thush, më si mediat thush, nuk është Oroshi i Mirditës. Pra është një pjesë siç e përmendë edhe një herë, një lagje e krijuar Margat këtu e një shekull më parë. Dhe pothuajse emërtimi më parë po mornim rreth vitit 1920-1930, thuhet diçka të tillë, filani ka këtu në kësollën e filanit. Pra kishte ardhur nga Oroshi në kësollën e filanit për punuar atje si argat. Më vonë kanë qëndruar, kanë ndërtuar shtëpiat, kanë bërë dhe është krijuar kjo lagja e Oroshit që në vitin 1989 ligjërisht ka marrë emrin fshati Orosh. Qetësoni ju që jeni atje, sepse kjo është e vërteta dhe nuk është e vërteta Oroshit Mirditës. Këtu nga Gjergj Marku.